Situata në lagunën e Vajinit në zonën e Lezhës ka krijuar shqetësim të madh tek banorët dhe autoritetet vendore, pasi argjinatura e zonës ka psuar një çarje të re, vetëm disa metra mbi atë të mëparshme. Ky incident rrit ndjeshëm rrezikun e deportimit të ujit drejt tokave bujqësore dhe banesave, duke kërcënuar të shkaktojë dëme të konsiderueshme materiale dhe të pengojë jetën normale të banorëve. Bashkia e Lezhës ka njoftuar se po ndërmerren të gjitha masat e nevojshme për riparimin urgjent të argjinaturës dhe monitorimin e vazhdueshëm të situatës. Në të njëjtën kohë, autoritetet u bëjnë apel banorëve të fshatrave Ril, Barbulloj, Tresh, Spiten, Markatomaj dhe Tale që të jenë të kujdesshëm dhe të raportojnë menjëherë çdo problematik, si për shembull deportimin e ujit në toka ose banesa për të parandaluar pasoja më të rënda. Pak ditë më parë, shjet e dendura të shiut kishin dëmtuar argjinaturën duke shkaktuar përmbytje të disa banesave dhe duke rrezikuar tokat bujqësore në zonë. Banorët janë shprehur të shqetësuar për situatën, duke thënë se uji ka arritur të rrethojë edhe shtëpi dhe parcela bujqësore, duke krijuar vështirësi të mëdha në jetën e përditshme dhe në aktivitetet ekonomike. Autoritetet shprehen se ndërhyrja e shpejtë në riparimin e argjinaturës dhe monitorimet konstant do të jetë vendimtar për parandalimin e dëmeve të mëtejshme. Gjithashtu institucionet e emergjencës janë në gatishmëri për të ofruar ndihmë në rast të përmbytjeve, duke siguruar transport dhe strehim të përkohshëm për banorët e prekur.